Prej 3 vitesh, Asia ndjek studimet në shkollën e hoteleri turizëm në degën e teknologjisë ushqimore. Fillimisht e frymëzuar nga miqtë e saj që sot janë të punësuar në sektor, ajo rrëfen se kjo zgjedhje ka rezultuar e duhura, pasi i ka hapur dyert drejt një të ardhmeje të sigurt në profesion. Thjesht mama ka sugjeruar shumë që kanë bërë shkollën këtu më para dhe ishte edhe dëshira ime pasaj që okej, do e vazhdoj. Edhe mi dha një mundësi më të mirë për veten time. Unë domethënë kam pas në teknologjinë ushqimore kam pasur që është një degë që të jep shumë që të mësosh edhe domethënë të gjejmë edhe bizneset vet. Domethënë ka shumë degë që mund të punosh edhe jashtë, edhe të nisësh dhe shkollën e lartë domethënë për degën që je. Asia tashmë është vetë pjesë aktive në tregun e punës, duke ndarë kohën mes shkollës dhe angazhimit profesional. Ka më ndihmuar shumë nga që unë edhe punoj akoma. Pas qërim. Është edhe një degë shumë e mirë për të ardhmen. Mua më duket një proces shumë i mirë, domethënë është një drejtim shumë që jepet nëpër biznese shumë, edhe domethënë të mëson për çdo gjë për të ardhmen tënde, kështu që është një degë që jep shumë për biznese dhe të punson që të mësosh më shumë, kështu që është një degë shumë e mirë. Sipas mësueses Edlira Atallo, mungesa e informacionit të plot është një ndër arsyet kryesore që të rinjt nuk e njohin mjaftueshëm këtë drejtim. Përkundër interesit relativisht të ulët, ajo e cilëson si një ndër mundësitë konkrete dhe efikase për punësim të shpejtë dhe të qëndrueshëm. Po, mundësia kryesorja për të ardhur një arsim profesional është mundësia e punësimit. Dhe ne këtu bazohemi më shumë dhe i bëjmë dhe promocion shumë punësimit. Nxënësit tanë mund të punësojnë që në vitet e para të shkollës, të mbarojnë vitin e parë, nivelin e parë, vitin e parë dhe dytë, dhe ato bëjmë praktika në biznes. Ky profil, sipas Dallos, përfaqëson një komponent kyç në prodhimin ushqimor dhe funksionimin e bizneseve të kësaj industrie.